E priten para derës, por jo për t'i uruar mirëseardhje. Madje, veteranët e UÇK-s MZ të lartë kundërshtuan të martën kryetare në gjykatë speciale, ku po i gjykohen ish komandantet e tyre të luftës. Qëllimi i tyre është ta pengojnë konferencën për media që paralemroi për të martën në Prishtinë e Katerina Trëndafilova. Reagimi ka qenë që Trëndafilova që mos vjen Kosovë fare. Ne e dim se vizita sa vjen në Kosovë, kjo vjen vetëm për një keq, edhe një zezë të Kosovës. Edhe ka ardhur pikërisht me 13 maj, ku dita sigurimit shtetëror të Serbisë, kur për shqiptarët është një ditë famkeqe. Kreu i veteranëve thotë se ardhja e saj ka vetëm një qëllim. Unë mendoj se ka vetëm të stabilizojë Kosovën edhe vendin tonë. Po ne nuk jemi ata që vendin të stabilizojmë, ne kemi të bërë. E pas kret kësaj, lajmi që Trëndafilova ka anuluar konferencën i gëzoi ata. Arsyen e anulimit të konferencës e dhan edhe zyrtarisht nga dhomat e specializuara. Nuk ishte e mundur që veprimtaria të mbajë sot për shkak të protestave të veteranëve dhe të tjerëve, ku hodhën bomba tymuese që u bën për të penguar mbajtjen e takimit. Duke njohur të drejtën demokratike për protestë paqësore, dhomat e specializuara të Kosovës shprehin keqardhjen që në situatën e sot me gazetarët u penguan që t'i bënin pyetje vetë kryetares së gjykatës. Edhe pse gjithçka përfundoi pa ndonjë incident, të njëjtit paralemruan se do ta pengojnë sërish nëse Trëndafilova do të dalë para mediave kosovare. Kësaj pakënaqësie u bashkua edhe Partia Socialdemokrate.